Zonja dhe zotri, përshëndetje dhe mirë se vini. Zëri i votës është emisioni i cili sapo starton në këtë sezon të ri në televizionin Globi me synim zgjedhjet lokale 2025, fushatat të cilave sapo ka filluar. Në këto zgjedhje, qytetarët zgjedhin përpos kandidatëve për kryetar komune në 80 komuna të vendit edhe këshilltar komunal. Sigurisht që na intereson synimi, arsyeja, por dhe vizioni i kandidatëve dhe të gjithë garuesve në këto zgjedhje përse janë në garë. Do të fillojmë me qytetin e Gostivarit, në të cilin kemi 4 kandidat për kryetar komune dhe 8 bartës listash për këshilltar komunal. Por përpara se të njoftoj të ftuarin tim të sonte, dua të bëj një falënderim të veçantë për kompaninë Kulminant nga Gostivari, e cila është kujdesur për këtë pamje të studios tonë që kemi rregulluar në mënyrë speciale për këto zgjedhje lokale. Në qoftë se dhe ju dëshironi të keni në ambientet tuaja afariste apo të banimit një pamje të këtilla apo diçka të veçantë, kontaktoni atë. Mirë, tani po e paralajmëroj të ftuarin tim të sonte, me të cilin po e filloj dhe emisionin Zëri i votës në qytetin e Gostivarit, zotin Sebajtin Dauti nga koalicioni Vlen. Falenderit shumë që ndatë kotë, mirë se erdhët. Falenderit edhe ju për ftesën dhe për mundësinë. Zoti Dauti, pse garoni në këto zgjedhje lokale? Kështu tash, një ndër arsyet kryesore është kërkesa e shumë qytetarëve, shokëve, miqve dhe ajo e përditshmëria në qytetin e Gostivarit, do të thotë në gjitha skajet, në gjithë qytetin, po edhe në pjesët periferike dhe në vendbanimet në për fshatra, shohim grumbuj ose mbeturina gjithandej, aspekti i kanalizimit, ankesa ujësjellse, qente ndacak, do të thotë shumë arsye ka, për atë edhe unë kam pranuar një garë të tillë, duke menduar se unë me përvojën time, me profesionalizmin tim, mund të bëj diçka mirë për Gostivarin dhe për qytetarët e Gostivarit. Atëherë pse duhet gostivarasit t'ju besojnë juve dhe t'ju votojnë juve? Një jurist, një noter, do i zgjidhë të gjitha këto probleme? Besoj se po, do të thotë karriera ime është gati 30 e sa vjeçare, do të thotë tash punoj si noter, veç 15 vite, paraprakisht kam qenë gjykatës, një vit kam qenë ushqytetari i kryetarit gjyqit të Gostivarit, kam qenë punën si policisë, fillim si inspektor, pastaj kam qenë një mandat 4 vjeçar Zavendës kryeshef, pastaj kam qenë kryeshef në Gostivar, sektorin e Gostivarit dhe me Dibrën, gjithashtu kam qenë 2 vjet edhe në Ministrinë e Punëve të Mregjshme, kryeshef sektorin në Tan Maqonin. Duke parë përvojën time, do thotë shpreh atë vullnetin tim që gjithat potencialin, gjithat karrierën, gjithat mundësitë edhe përvojën t'i shfrytëzoj në të mirë të qytetarëve dhe Gostivarin ta bim aty ku e dëshirojnë qytetarët. Çfarë mendimi keni për kundër kandidatët tuaj? Në garë jeni 4 gjithsej, 3 shqiptarë dhe 1 maqedonas. I njihni ata si vlerëson? I njeh, po, gjithë kundër kandidatët, normalat politikisht përndeshën jena i njihen edhe shoh jena, por gara është garë politike dhe besoj se më i miri duhet fitone, ai që premton edhe që mund t'i realizone, premtimet t'i realizone, po. Dhe jeni ju më premtuesi se ata? Unë nuk premtoj shumë, po du ato gjëra që t'i premtoj, du t'i realizoj. Mirë, atëherë po fillojmë një nga një për çështjet të cilat tangojnë qytetin dhe qytetarët e Gostivarit drejt për drejt. Po fillojmë me pyetjen e parë, e cila ka të bëjë me programet, le të themi, zgjedhore që ju po premtoni tani, ka filluar dhe fushata zyrtarisht nga dita e sotme. A i dini se ku dirdhen ujrat e zeza në qytetin e Gostivarit? Po, për fat keq, edhe në qytetin e Gostivarit, po edhe në shumë qytete të Maqedonisë, ujrat e zeza dirdhen në lumin Vardar. Parashofim tash jena tu përgatit një projekt ku me ndihmën e pushtetit qendror, Ministrisë për Ekologji dhe mirëmbajtje të ambientit, me fonde ndërkombëtare, fonde të ndryshme, të mundsojmë Gostivarit të ketë një implant për pasimin e ujrave të zeza. Sa ka mund ta rregulloni këtë? A e bëni një afat sonte? Po shpresoj që deri në fund mandatit dhe mundoj maksimalisht me punën time, me angazhimin tim personal, dhe të bëjmë një projekt
dhe do të shfrytëzojmë këtë mundësi të investimeve si të brendshme ashtu dhe të jashtme që definitivisht kena një impjant për pastrimin e ujrave të zeza. A e dini se çfarë ndodh me deponin rajonal i Rusina aktualisht dhe si do ta zgjidhni problemin më të konkretisht për mbyllur të njëjtin? Problemi i Rusinës është një problem rajonal, nuk është vetëm i Gëstivarit, do të thotë aty disa qytete rajonale hudin ato mbeturinat. Fillimisht aty duhet bëhet një projekt, duhet bëhet një punëtori ose një fabrik ku do mundet më së pari të bëhet ndarja e mbeturinave, të kategorizohen. Pastaj të bëhet me ndihmën ose një investitor i jashtëm, ose me ndihmën e qeverisë se kapacitet komunale aty normal se nuk mjaftojnë, të bëhet një impjant për ku do mundet të bëhet përpunimi definitiv i mbeturinave, për një pjesë atyre djegje e tyre, dhe në rastet ne kena raste edhe si në Shqipëri ku ajo përdoret edhe për prodhimin e rrimës elektrike, pse mos bëhet edhe të na e njëjta gjë. Do të thotë se do të punojmë pikë ditës parë në drejtim që të rregullohet ajo çështje. Çështje hapët të cilët i tangon gjithë qytetarët dhe bëhet ndotja e përmasave të mëdha të qytetit të Gësivarit, po edhe më gjerë. Çfarë planifikoni me ujin për pijen në qytetin tonë? Është i filtruar aja aktualisht në momentin që ne po flasim? Se përket ujit të pishëm, Gëstivari mendoj se ka mjaft ujë, burimi i Vërtokut ku është burimi ka ujë të mjaftueshëm. Aty duhet gjithmonë sa kam informata nuk përdoret ai filtrimi, aty është një filter i madh që është përgatitur para disa vitesh që është lishuar. Kam dëgjuar se disa herë është në funksion, disa herë nuk është në funksion. Do të punojmë në atë drejtim që ta shtim në funksion dhe të jetë në vazhdimsi në funksion dhe definitivisht qytetarët e Gësivarit të kenë ujë të pastër të pishëm dhe të mundet barë premtoj tash deri në fund të mandatit që gjithë Gësivari të furnizohet me ujë të pishëm. Për shkak se kena edhe vendbanime si Debreshi, disa lagje të Gësivarit nuk kanë ujë të mjaftueshëm të përpije. Një problem shumë madhor, le të themi, për qytetin e Gëstivarit, sikurse të gjitha komunat të tjera në vendin tonë, problemi me qenë ndacak. Si do i largoni ato nga rruga? Gjithashtu çështja e qenëve e ndacak është problem mund të them rajonal, nuk është vetëm në Gëstivar, thotë ka pas disa herë zgjedhje aty parciale, pa thonë edhe qenë bartën prej një qyteti në një qytet tjetër. Kam informata se ka punuar, ka qenë në funksion një stacionar ose një qendër për ku janë grumbulluar qend, dhe mundojnë të punojnë të ashtim në funksion dhe të bëjmë grumbullimin e qendëve e ndacak, trajtimi i tyre human me mjek të cajla mije, veteriner, por mendoj se është një zgjedhje më e mirë të bëhet një zgjedhje rajonale ku të gjithë rajoni, bara Maqedonia Perëndimore, të bëhet një qendër e përgjithshme ku do mundet grumbullohen, qend të trajtohen në mënyrën e duhur humane, po aty duhet me ndihmën edhe të pushtetit qendror, ku edhe unë jam pjesë e pushtetit qendror, do të kërkojmë mjete, do të bashkëpunojmë me komunat si Tetova, Kërçova, barem që i kena këto rreth me Dibrën, që të bëjmë një qendër rajonale për qendë. Njëherë për gjithmonë ta zgjedhim këtë çështje për shkak se ka informata, barë foli për vitin e fundit, dikund mbi 40 raste ka pas paraqitje në spital dhe ka pas edhe procedura të ndryshme ku komuna ose veç qytetarët, ajo pagesë e qytetarëve, do të thotë një dëm shpërblimi i caktuar mbaret pi dëmit që shkaktu qytetarit, do të thotë ajo të japim fund të asaj dhe ato paret të cilat përdoren për dëm shpërblime të qytetarëve të ndryshëm, të përdoret për menaxhimin e qenëve dhe mënyrën më humane të mundshme për qenë dhe për qytetarët të jenë të lirë, të lëvizin si fëmijët edhe qytetarët të ndryshëm. Çfarë do të bëni për të pasur një efikasitet, le të themi, më të mirë për grumbullimin dhe menaxhimin me mbeturinat në qytetin e Gëstivarit? Sigurisht që e dini që ka dhe fshatra të cilat
akoma nuk janë të përfshirë në këtë sistem dhe hedhin mbeturina lart e poshtë ku të mbërrin. Çështja e mbeturinave është një çështje shumë e dhimbshme, do të thotë edhe si fillim thashë gjithandej, gjithë qyteti, po edhe fshatrat janë me grumbuj të mbeturinave. Si fillim dhe të bëjmë të mundshme sigurimin e disa mjeteve të cilat bëjnë grumbullimin e mbeturinave, për shkak se janë të amortizuar ato që i përdorim, ne i shohim çdo ditë. Pastaj do organizojmë gjithë vendbanimet, si fshatrat edhe qytetin ta pastrojmë definitivisht me aksione të ndryshme, edhe qytetarët, po edhe në bashkëpunim me ndërmarrjen komunale. Mendoj se ka mjaft të punësuar, do thotë ajo kontributi jon do jetë çdo ditë aty, po edhe të punojmë në drejtimin e asaj që nesit më fillojmë përsëri ti hudin, do thotë bëjmë një edukim edhe qytetarëve, do bëjmë një thirrje qytetarëve publike nëpërmes mediumeve si ju edhe mediumeve tjera, do thotë në këtë drejtim parashoh edhe të bëjmë një qendër në komunën e Gosivarit ku çdo qytetar të mundet si web faqe, çdo qytetar të mundet të bënë incizimin e doni personit të papërgjegjshëm, i cili hudhën mbeturina si individ ose me makinë ose me traktor, me kamionet, çdo që tjetë, dhe ajo incizim ose fotografi të dërgohet në atë databazën që do të jetë në komunë, ku do të caktojmë dhe një person që do të jetë gjithmonë aty përgjegjës për atë punë, dhe ato incizime, ato fotografi të paraqiten para të gjejmë një lokacion ke komuna ku të jetë publike, ku gjithë qytetarët mund të shohin vetveten, po edhe tjerët të shohin se si hudhën mbeturina. Si fillim mendoj që ta bëjmë me një vërejtje të qytetarit të caktuar, po pastaj nëse nuk kupton me vërejtjen e parë, atë normal se do të marrim masa ndëshkuese, do të informojmë, do thotë do t'i kena inspektorat për ekologji që janë, po edhe organet tjera që janë kompetente, që njëri për gjithmonë mos hudhen edhe ta ruajmë ambientin, e cila është gjëja më e shtrenjtë për gjithë qytetarët. A e dini në qytetin e Gostivarit se sa shkolla fillore dhe të mesme nuk posedojnë palestra sportive dhe sa ju planifikoni për mandat 4 vjeçar të ndërtoni të tilla? Kam informacion se si fshatra më të mëdha, fshati Çajl dhe fshati Forin nuk kanë palestra sportive. Fshatra tjera janë fshatra më të vogla, do thotë edhe fshati jem, po e Vrutoku Reçani me pak nxanës. Mundësisht do të shohim për mandatin 4 vjeçar të bëjmë një palestër sportive në Çajl dhe në Forin. Mendoj se është e mundshme për një mandat 4 vjeçar që këto di fshatra ti pajisi me një sallë sportive ku do mundet fëmijët tanë të mundet të dëfrehen, të shfrytëzojnë atë kohën e lirë, po edhe gjatë kohës së mësimit, po edhe jashtë asaj të shfrytëzojnë ato për aktivitete sportive. E dini që Ministria e Arsimit dhe Shkencës nga ky vit ka kërkuar nga komuna që mësimi të zhvillohet në një ndërrim, pra mos ketë dy siç i kishin zakonisht apo aktualisht edhe disa shkolla po i zhvillojnë të njëjtat. Me këtë gjë, besoni që shkollat e Gostivarit janë të afta dhe me të gjitha kushtet për të pasur një ndërrim në vijimësi në vitet e ardhshme, dhe në qoftë se do të duhet të largoni mësimdhënës nga puna për shkak të kësaj forme që kërkon Mash, jeni gatshëm të largoni edhe mësimdhënës nga puna? Kështu unë nuk jam për largimin e mësimdhënësve. Do të shohim në gjithë shkollat të cilat kanë kapacitete, kanë hapësira, t'i adaptojmë ato hapësira dhe nëse mundësisht të gjithë mësimit të zhvillohet me një ndrim. Arsimi dhe arsimtarët që janë pjesa ma e vlefshme e një shoqërie, do të punojmë me arsimtarët çdo ditë, me stafin e mësimdhënës, me drejtorët. Do thotë gjithmonë do të jem në krahun e tyre, do thotë një arsimtar i mirë, një profesor i mirë, një drejtor i mirë vlen shumë për nxënësit, po edhe për gjithë ne, dhe do ta kenë për krajin e teme në çdo kohë. Do ta kenë edhe do të mundsojmë me remetimin e shkollave, hapjen e qerdheve të reja,
kabineteve të ndryshme dhe gjithë çka i duhet një shkolle, do të mundojmë që maksimalisht i furnizojmë. Mirë që tarat bajnë mend çfarë keni thënë. Besoj që deri në fund mandatit gjitha këto që sonte po i flasim bashkë do t'i realizoni. Më intereson për sheshin e qytetit të Gostivarit. Çfarë mendimi keni dhe a planifikoni në programin tuaj që ta rregulloni nga e para atë? Sheshi i Gostivarit është kështu si është, do të thotë tash kena plan urbanistik 10 vjeçar. Plani urbanistik 10 vjeçarin e ardhshëm planifikohet plan general urbanistik në vitin 2026 për 10 vjeçarin e ardhshëm. Sigurisht që do të planifikojmë, ndoshta vetëm Gostivari nuk ka ashtu një shititore të aty në qendër ose publike kështu ma të gjerë në krahasim me shumë qytete tjera. Do të shohim atë mundësinë dhe mendoj se do të bëjmë një zgjedhje të tillë ku të mundet të qytetarët tonë edhe të ri edhe në moshë edhe të kalojnë atë kohën e vetë në qytetorin e qytetit, me gjitha ato performansat që i takon në një qendre të qytetit, po atë mendoj se do ta parashofim me planin general urbanistik i cili duhet të miratohet në vitin 2026, vitin e ardhshëm. Besoj me njerë pasi të mbaroj zgjedhjet dhe një qoftë se ju do të jeni kryetari i komunës, do i veshni mëngët dhe të filloni punën me njerë edhe për sheshin e qytetit dhe shumë çështje të tjera. Mirë, si do ta zgjidhni problemin me kaosin në komunikacionin që kemi në qytetin e Gostivarit, por jo vetëm Gostivar, gjithandej ku shkojmë? Sa i përket komunikacionit, kaosi komunikacionit është mjaft i ngarkuar. Kjo ndoshta është pasojë asaj legalizimit të objekteve. Ndoshta si fillim mendohesh të bëhet legalizimi i objekteve individuale, u bë legalizimi i shumë objekteve kolektive, të cilat nuk i plotësojnë ato standardet dhe kushtet. Në kohën e fundit kena edhe një bum të ndërtimeve të banesave kolektive në qytetin e Gostivarit, të krahas asaj sigurisht se kena edhe ndërtime të shtëpive individuale pa leje ndërtimi. Do thotë unë nëse zgjidhem si kryetar komune, fillimisht do të kërkoj që çdo leje ndërtimi të cilën do ta marrë ndërtuesi ose pronari, investitori, të realizohet me përpikmëri deri në fund, do thotë ku çdo banesë parashifet të ketë së paku një parkim. Dhe besoj se nuk do ta lejoj miratimin në fund që ajo bëhet e pranimi teknik, do të kena kontroll të vazhdueshëm dhe sidomos në fund ku ai plotson ato kushtet, ai ka ato vend parkime të cilat i ka në plan dhe në lejen e ndërtimit, për shkak se ne kena njohuri se objekti është bë, ndoshta ka disa banesa, a parkime nuk ka, ose parkime është shndruar në diçka tjetër, shndruar në lokale gjelbruese dhe si zakonisht bëhen rreth trotuareve në rrugët kryesore, po mirë që ma përmend këtë çështje, dua të pyes kështu. Qoftë se nesër je kryetari i komunës Gostivarit, a mund të premtosh sonte që do të vendosësh një moratorium për këto ndërtesa kolektive banesore për ndaluar dhe betonizimin le të themi të qytetit Gostivarit që po i ndodh viteve të fundit? Unë thash pak para se do të jem strikt në aspektin e lejeve që të jenë përpikta dhe të realizohen në bazë të planit urbanistik dhe në bazë të lejes së ndërtimit. Për të bërë një moratorium, le të themi. Do të diskutojmë atë gjë, nuk duhet premtoj të gjëja që mendoj se shpejt është edhe viti i ardhshëm, viti 2026, ku do të bëhet një planifikim hapësinor i tan Gostivarit krejt ndryshe. A duhet zgjerohet Gostivari? Veç, po, na drejtim jam të fol, do thotë veç ne kena të angazhuar një, edhe si komunë e Gostivarit, po edhe si madjar, si koalicion, një arkitekt të mirënjohur të Slovenisë me ekipin e vet, jo veç tu përgatit një plan urbanistik për vitin 2026, do thotë për 10 vitet e ardhshme, si një master plan, ku parashofim zonat e gjelbërta, parashofim këndër lojrash, parashofim parkime publike, parashofim zonë industriale, për shkak se Gostivarit i mungon një zonë industriale e veçantë jetë me këtë ato parametrat të cilët i takojnë dhe ndoshta zona industriale është perspektive e një qytetit, ne ndoshta tankon jena të diskutuar për mbeturinat, për ujin e pishëm, që ndoshta ti është kohë e kaluar, por ne ende mbitena me diskutim për atë gjë që janë elementare për banorët dhe për qytetarët, a besoj se e ardhma jonë është zhvillimi ekonomik.
dhe në atë drejtim gjithë kam pas shumë vizita në shumë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, do të ta kem për krajën time prej ditës së parë, normal në suazat të mundësive si komunë dhe si kretar komune, në aspektin e dokumentacionit, në aspektin e infrastrukturës, t'i ofrojmë do të një rrugë, një kanalizim, një ujë të pishëm deri kjo objekti, për shkak se edhe grumbullimin e mbeturinave, për shkak se në këtë drejtim shumë kompani të vogla dhe të mesme kanë vërejtjet e veta. Sigurisht, kanë nevojë për parakushte për të funksionuar siç duhet ata. Zoti Dauti, çfarë do të bëni në aspektin e kaosit në komunikacion që e përmenda edhe pak më herët, por që një zgjidhje mendoj që mund të jetë edhe transporti publik? A keni në plan ju për një transport publik në qytetin e Gostivarit? Do thotë se përkes kaosit të trafikut, planifikojmë të gjitha zonat, të gjitha rrugët, rrugicat ku mundet të shfrytëzohet për vend parkime, do t'i bëjmë sinjalizimin e vendeve të caktuara, sa mundet të shfrytëzohet ai hapësirë e re. Ne veç disa vite dhe një mandatin e kalum, ish kryetari edhe i tashëm edhe i kalumi, premton se ke parku i qytetit do të bëjmë një garazh në kate, e cila është ndërtuar, për s'kena pas e hinë vetura, parkohen, dalin, ato sigurisht do të jape atë përgjigje, do thotë kryetari aktual që është ushtruesi i Detyrës. Do të punojmë që të bëjmë një zgjidhje, për shkak se me të vërtetë është një haos në komunikacion, sidomos gjatë kohës së verës. E keni tashmë një plan, sepse qytetarët presin pas 20 ditëve do të votojnë për ju. E keni një plan si do e zgjidhni? E kena një plan si fillim, tash. Do të organizimi sa më i mirë për shkak se pak para thash se unë kam punuar edhe në sektorin e punëve të mbrëmshme. Normal do të kërkojmë mendimin e tyre profesional, do të angazhojmë edhe profesionistë tjerë që në këto kushte të bëjmë një zgjidhje momentale. Pastaj do të punojmë për një zgjidhje të më të gjatë ose të përhershme. Për transportin publik nuk më përgjigje, çfarë do të bëjmë? Po gjithashtu parashofim edhe të rregullojmë edhe transportin publik, do thotë fshati Çajl, Forin, Çegran nuk kanë transport publik disa vite. Fshati Raven, Vruto, Kreçan kanë organizuar me do kombista. Ato do ta kenë për krajin tonë, do të shohim për shkak se ajo do na ndihmon do të na ndihmon edhe në këtë kaosin e komunikacionit edhe vend parkimeve, do na çlirojnë pi vend parkimeve, do t'u ndihmojmë dhe do t'i përkrajmë në këtë drejtim. Çfarë do të bëni për rekreim dhe sport? Çfarë planifikoni ju në programën tuaj zgjedhore për të bërë në këtë drejtim? Sporti dhe rekreacioni është lënë në arrest në Gostivar. Do të thotë se do t'i ndihmojmë të gjitha vendbanimet, të cilat kanë klube futbollistike, sportistët e rinj, sportistët e dalluar, ne kena shumë sportistë të dalluar që garojnë edhe jashtë shtetit. Do të bëjmë një grante, do të bëjmë në kuadër të komunës sa kena mundësi, për krajën e komunës do ta kemë vazhdimisht. Klubet futbollistike si Arsimi Çegranit, i cili klub garon në ligë të parë, a nuk ka stadiumin e vetë edhe së bën një investim tash atje, por nuk i plotson kushtet. Do të ndihmojmë klubin Arsimi që definitivisht të lunë në vendbanimin e vetë dhe para qytetarëve të vetë. Me mundësitë tona, po do të kërkojmë edhe prej Ministrisë Agencionit për Sport dhe Rini. Tani më është ministri, po. Po, tash është veç ministri, po. Mi çfarë do të bëni me klubin futbollistik Gostivar? Po, edhe gjithashtu këtë gjë kanë problem ta dinë se çfarë ju klubit futbollistik Gostivari dikur është krenuar me klubin futbollistik Gostivari. Kena në plan që atë klub ta ringjallim dhe të fillone të lune, do thotë prej ditës parë dhe të angazhohen në këtë drejtim. Dhe ta ketë për krajën tonë, veç stadiumin e kena dhe lojtarët jonë ati, disponimi është, ne kena pas takime edhe me shumë sportistë të cilët e duan atë profesion dhe do ta kenë për krajën time dhe do të punojmë në atë tim që klubi të mundet të aktivizohet dhe të ringjallet dhe të lunë veç në qytetin e Gostivarit para
spektatorëve të vetë të festivalit. Tani kam ca pyetje të cilat unë i quaj hipotetike, sepse nuk e dim çfarë do na prodhoj procesi zgjedhor, qoftë në raundin e parë, qoftë në raundin e dytë. Po them kështu, në qoftë se ju në raundin e parë nuk futeni në raundin e dytë, pra nuk jeni në garë në raundin e dytë. Kë do të kishin mbështetur nga kandidaturat aktuale në qytetin e Gostivarit, të cilët do të kishin mbetur në raundin e dytë? Ne kena i ngarë për të fituar dhe shpresojmë se do të fitojmë. Por nëse eventualisht ndodh ajo çka thoni ju, ne do të me stafin, do thot me ekipin tonë do ta diskutojmë edhe normal se do ta përkrajmë atë që mendojmë se është më i mirë, më i kapshëm për qytetarët. Ju personalisht po ju pyes, çfarë mendimi keni për ata? Po për ata. Kush është më i kapshëm për ju? Aq që mendojmë se qytetarët e duan më shumë. Mirë, dakord. Atëherë po e bëj pyetje ndryshe. Në qoftë se ju jeni në rreth të dytë, nga kush prisni që t'ju mbështes në këtë garë nga këto aktualisht që kemi që do njëri prej tyre nuk do të futet në rreth të dytë, a keni koalicione të tilla mbase dhe të fsheta që tani? Jo, nuk kena asnjë koalicion, edhe nëse kena, do të jetë i hapur, do thotë ne kena koalicion me qytetarët dhe pritshmëritë i presim prej qytetarëve. Normal, se dikush duhet, do thotë di kandidat do të vazhdojnë me garën më andej, do të thotë se ajt të cilat i ofrojnë programit ton, vizionit ton, do të jenë atë gatshëm të bisedojmë dhe të mirën a vesh, dhe pa e do të jetë publike, do thotë për gjithë. Nuk ka takimet në qoftë se ju bëni nesër kryetari komunës Gostivarit, megjithatë vlen nuk po e fiton shumicën në Këshillin Komunal. Çfarë do të bëni për të realizuar të gjitha këto premtime që sonte po i premtuat? Ne shpresojmë se do ta kena shumicën e Këshillit, po normal nëse do të bashkëpunojmë me gjithë strukturat, me gjithë këshilltarët dhe të bëjmë një shumicë dhe të vazhdojmë me punë të cilat e presin qytetarët çdo ditë. Vlen në këto zgjedhje sigurisht do mbështes VMRO-DPMNE dhe ato juve për shkak se jeni partner në nivel qendror. A jeni i gatshëm për të fituar zgjedhjet me mbështetje të VMRO-DPMNE-s, por nesër me ata ta ndani pushtetin gjysmë në Gostivar? Kështu tash, ne realisht ka një bashkëpunim në nivel qendror, por ne nuk ndajmë, ne ndajmë vetëm me qytetarët pushtetin edhe pushteti u takon qytetarëve, dhe unë jam me qytetarët. Dhe e di që duhet ta keni ndëgjuar kryeministrin kur thotë që në ato komuna ku nuk do të arrihet censusi për zgjedhjet, në këtë rast në qytetin e Gostivarit më spaku në rrethin e parë duhet të kemi mbi 27.000 votues që duhet dalin për ju 4 kandidatë që jeni në garë për votuar që të arrihet censusi zgjedhor, dhe kryeministri thotë aty ku nuk do të arrihet censusi unë do të përcaktoj një kandidat të besueshëm të qeverisë. Në këtë rast dhe në qytetin e Gostivarit e njëjta gjë mund ndodh. Është e pranueshme për ju kjo që thot kryeministri? Unë mendoj se nuk është e pranueshme edhe në Gostivarit do ta ketë cenzusin. Ju jeni nga fshati Raven, le të themi atje jetoni dhe e keni shtëpinë tuaj private. Në qoftë se nesër bëni kryetari komunës, me çfarë do të vini në punë? Me veturë zyrtare apo me veturë të tuaj private? Unë them se veturën zyrtare do ta përdor vetëm për punë zyrtare. Unë kam veturën time, qyteti prej fshatit tim është 4 kilometra, nuk më kushton asgjë të vjedhe me veturën time. Harxhimet e telefonit tuaj do i paguaj komuna apo ju vetë personalisht, në qoftë se jeni kryetar komunë? Ato janë minimale për shumën e argjimeve komunale ose për borxhin publik sa është tash. Da, kemi dëgjuar që kryetar komunash argjën edhe nga 2.000 euro në muaj për telefon. Ja, kjo unë nuk do ndodhe, për edhe atë e paguaj vetë dhe ta paguaj vetë për shkak se e dim sa janë argjimet tash me telefon. Sa i besoni, le të themi, administratës aktuale të qytetit të Gostivarit që kemi në komunë dhe a do bashkëpunoni me ata apo edhe ju do të veproni si të gjithë të tjerë që kanë vepruar deri më tani, do të sillni ekipin tuaj për ta stërngarkuar akoma administratën që të punoni? Unë kam besim ke administrata komunale dhe besoj se aty ka shumë njerëz të mirë të cilët e duan edhe komunën, edhe qytetarin, edhe punën. Normal se do të bëjmë një ekip të mirë. Në ato vende udhëheqëse do të caktojmë njerëz profesionistë me përvojë të dëshmuar dhe të përgjegjshëm. Them të përgjegjshëm se pa marrë parasysh kush do të jetë, çdo njeri i cili do të abuzone me punën dhe me detyrën zyrtare do të ketë përgjegjësi. Edhe aty nuk do të ketë asnjë tolerancë. Po le të jetë edhe jem, po edhe çdo kush do të jetë. Do thotë gjithë administratorët të cilët janë të gatshëm për të punuar, për të dhënë kontribut do të jenë në ekipin tim.
Nuk përjashtoj asnjë. Jemi në fund të emisionit dhe përpara se ta mbyllim, zëri i votës quhet emisioni, 30 sekonda keni për t'ju thënë qytetarëve pse duhet ju votojnë juve në këto zgjedhje lokale në qytetin e Gostivarit. U bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Gostivarit që ta votojnë ndryshimin, për shkak se ne kena një vizion, ne kena një marrëveshje me qytetarët dhe ne atë që premtojmë dhe ta realizojmë. Atë dëshmon edhe karriera ime, po edhe kitë ekipit që e kena ne aty. Dhe bëj ftesë që më 19 tetor të vendoset definitiv ndryshimi për komunën e Gostivarit dhe për të mirën e qytetarëve. Zoti Dauti, ishte kënaqësi që kisha në studio dhe dëgjuam gjithë të premtime dhe realizime që të bëni në qoftë se nesër do zgjidheni kryetari komunës Gostivarit. Ju uroj shumë sukses në garë dhe gjithë të mbarë atike. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Kënaqësi dhe për ne. Mirë zonja dhe zotri, unë ju falenderoj dhe juve që ishit bashkë me zërin e votës këtu në televizionin Globi. Ky ishte emisioni i parë, të mërkurën do të kemi emisionin e dytë të premten e kështu me radhë do të vazhdojmë deri sa të jetë fushata më 19 tetor. Më lejoni edhe njerë më fund që të falenderoj kompanin Kulminant nga Gostivari për këtë hapësirë që ka reguluar për studion tonë dhe sigurisht në qoftë se ju do të dëshironi të keni një hapësirë të tillë sikurse studia e jonë, qoftë në bizneset tuaja apo në ambientet tuaja shtëpiake, kontaktojeni atë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë me Ruta Kofshi.